Le ta ftojmë me dorë trokitje presidenten e 6 Rështat Vjosa Osmane Sadrio. Faleminderit shumë, faleminderit Vranjevs, faleminderit Kodra Trimave. Çdo herë e ma shumë po na befasoni se sa të mëdhej jeni, se çfarë zemrët madhe e keni e mbi të gjitha, se sa rrugovistat fort jeni edhe kur nuk keni hek dorë. Kështu që unë jam e bindun që edhe atyne që ju ka mbet sa do pak dyshim, e mund të ketë të tillë që dyshojnë në fitoren e lidhjes demokratike të Kosovës, ata le të vinë sonte, ata le ta shohin Kodrën e Trimave, ata le ta shohin këtë frymë të fitores, edhe ata do ta kuptojnë që me 7 qershor bëhet kthesa e madhe historike dhe ju jeni arsyeja. Ju jeni arsyeja. Faleminderit. Jo rastësisht, sonte në mesin tuaj, po e shohim flamurin Dardan, krahas flamurit Amerikan. Këta dy flamura shkojnë bashk. Këta dy flamura kanë shku bashk që nga koha e prisit ton historik Ibrahim Rugova, dhe unë jam siguru që këta dy flamurat shkojnë bashk edhe për 5 vite presidencë. Prandaj këta dy flamura dikush i kishte hal në sy. Këta dy flamura dhe këtë rrugë që i ndërtoi Rugova si prej syni, dikush e kishte hal në sy. Aleancën strategjike me Amerikën dikush e kishte hal në sy. Prandaj edhe në ndërpren rrugën e mes, po unë jam e bindur. Unë jam e bindur që përgjigjen më të mirë ndaj atyre që në ndërpren rrugën e mes do t'a japni ju. Dhe kushtrimi i madh, e rikthimi i madh i lidhjes demokratike do të filloj pikrisht këtu, qysh ka filluar historikisht. E ne natyrisht që prej 7 qershorit e tune i përvishemi punëve të mëdha që e presin këtë vend. Prishtina si kryeqendër e zhvillimit gjithë Kosovës. Prishtina me investimet më të mëdha që i ka njohur në historinë e saj për 27 vjet pas luftës. Prishtina vendi ku do të merren vendime historike për shtetin ton, e Kosova shteti i 33 antar i NATO-s, drejt e në NATO me institucionet që ju do t'i zgjedhni me votën tuaj. Sepse qytetarët e Kodrës Trimave e din shumë mirë, sepse e ditën gjithmonë. E din shumë mirë kush është alternativa e vetme që e çon Kosovën drejt familjes euroatlantike. E din shumë mirë kush është alternativa e vetme që e zhbllokon zhvillimin e Prishtinës. E din shumë mirë kush është alternativa e vetme që kryen punë e nuk bën zhurmë. Dhe pikrisht qytetarët e Vranjevcit do t'a japin përgjigjen për ata që nuk i sollën Kosovës asgjë tjetër pos zhurmës, pos propagandës, pos përçarjes mes vllazërve e motrave. E këtë politik unë jam e bindur, ju nuk do t'a pranoni, por do t'a refuzoni. Te kutia e votimit, hajde t'a bëjmë historinë bashkë me 7 qershor, ju ftoj Vranjevs, prini Prishtinës, prini Kosovës drejt fitores, mos u ndalni, mos na zhgënjeni Vranjevs. Dhe kështu që jeni të premtën e japim një mesazh që ko me dridh krejt Kosovën, apo jo? Apo jo? Kështu që jeni, po edhe me të tjerë që s'janë sonte këtu, me familje, me miqe dashamir,
krejt drejt sheshit Skënderbeu në orën 8. Ta vullosim këtë fitore. Fitore që do t'jetë historike për të ardhmen e Republikës Kosovës, për fëmijët tonë e për rinin e cila na duhet këtu në Kosovë e jo në Mërgim. Ju falimderit për këtë përkrahje, ju falimderit nga zemra, Zoti e bekoft kodrën e trimave, kodrën që na ka bo krenar të njetën. Eftoj kryetarin dhe kryeministrin e arshëm, Zotin Lumir Abdigjikut na bashkohet, bashk me kryetaren e Degës, që t'i thrasim deputetët e arshëm të Kuvendit Kosovës.